Edisonat përshëndes, kur kanë njësur aplikimet për të përfituar bonusin e QRA-s dhe kush janë kategoritë përfituese? Përshëndetje Kassandra, aplikimet kanë filluar që në datë 23 shtator dhe do të vijojnë edhe përgjatë këtyre ditëve të tetorit deri më datë 23 tetor kur do të mbyllen edhe aplikimet. Të gjitha kategoritë përfituese të cilat janë bërë tashmë publike në listën e shpallur nga Bashkia e Elbasanit ndaj këtij projekti kanë mundësi të aplikojnë edhe për këto ditë të cilat duke plotësuar të gjithë dokumentacionin e nevojshëm të dorëzojnë atë pranë Bashkisë Elbasanit dhe më pas do të jenë specialistët e kësaj bashkia të cilët do të vendosin nëse ata të cilët kanë aplikuar janë përfitues apo jo. Aplikimet do të zgjasin edhe për disa ditë, por duke qenë se tashmë ka kaluar pjesa më e madhe e afatit, interesi për të aplikuar sipas drejtoreshës së shërbimit social në Elbasan ka qenë shumë i lartë dhe ata individ të cilët kanë aplikuar, ka paraqitur të gjithë dokumentacionin e duhur dhe atë që është i kërkuar dhe tashmë do të jenë në pritje të rezultateve. Ky është një shërbim i cili ofrohet nga ana e shërbimit social në Bashkinë e Elbasanit prej disa vitesh tashmë dhe synon mbështetjen financiare të kategorive në nevojë, siç janë familje të cilat ndihmohen me asistencë ekonomike, ata që kanë krye familjare një grua, shtresa të tjera në nevojë të cilat janë kategoria që e kanë të vështirë nga ana financiare për të përballuar tarifat e QRA-s dhe konkretisht bashkia i ndihmon përmes financimit duke shlyer një pjesë të detyrimit që ata kanë si një lloj mbështetjeje për të gjithë qytetarët. Momentalisht në fakt mund të aplikojnë vetëm ata të cilët jetojnë në qytetin e Elbasanit, pra është një projekt që aplikohet vetëm për ata të cilët jetojnë në qytet. Sa i takon në zonave rurale që kap kjo bashki, ende nuk është shtrirë ky projekt, por që mbetet për të parë në vitet në vijim. Momentalisht mund të aplikojnë vetëm ata qytetarë të cilët banojnë në qytetin e Elbasanit. Dhe aplikimet, e ritheksojmë dhe një herë, do të jenë të hapura deri më datë 23 tetor dhe të gjithë ata të cilët ka nevojë për këtë lloj mbështetjeje financiare nga ana e Bashkisë Elbasan dhe nuk kanë aplikuar deri më tani, kanë mundësi edhe disa ditë që të plotësojnë dokumentacionin e nevojshëm dhe ta dorëzojnë atë pranë Bashkisë Elbasanit. Edisonat, për këtë çështje ti ke intervistuar edhe drejtoreshën e shërbimit social të Elbasanit, ndjekim se çfarë ka sqaruar më tej ajo. Thirrja nga Bashkia e Elbasan është hapur për aplikime në datën 23 shtator dhe kjo thirrje mbyllet në datën 23 tetor. Kategoritë të cilat përfitojnë janë familje të cilat janë shtresa në nevojë, familje të komunitetit rom dhe egyptian, familje me statusin e jetimit, familje të cilat janë rikthyer nga emigracioni dhe disa kategori të tjera të familjeve të cilat ne i konsiderojmë shtresë në nevojë. Sigurisht që po, interesi nga viti në vit vjen edhe shtohet më shumë. Ne në fakt e kemi aplikuar këtë si thirrje që nga viti 2016 dhe kemi vënë re që nga viti në vit është shtuar numri i aplikuesve dhe sigurisht edhe i përfituesve. Sepse jo të gjithë aplikantët mund të dalin përfitues. Kemi një komision bashki i cili shqyrton të gjithë pjesën e dokumentacionit dhe në bazë të kritereve ligjore ne nxjerrim dhe përfituesit. Për 3 vitet e fundit, rreth 715 familje kanë dalë përfitues nga ky bonus QRA. Edisona, si ka qenë fluksi apo interesi i qytetarëve për të aplikuar, për të përfituar këtë program? Edhe pse kanë ndetur edhe pak ditë deri në mbyllje të aplikimeve, interesi ka qenë i lartë, siç e dëgjuat edhe nga intervista me drejtoreshën e shërbimit social në Bashkinë e Elbasanit, të referuar të dhënave të vitit të kaluar
kam përfituar rreth 715 familje ndjesë nga bonusi i qeras dhe pritet që edhe mbyllja e aplikimeve më datë 23 tetor të jetë po në të njëjtat nivele. Pra, do thotë që edhe këtë vit pritshmëritë janë të larta dhe padyshim që edhe familjet të cilat do të përfitojnë nga bonusi i qeras do të jenë në numër të konsiderueshme. Duke qenë se aplikimi ka qenë i hapur për gjatë disa viteve, edhe tashmë qytetarët janë interesuar apo janë informuar në lidhje me këtë shërbim i cili deri diku i ndihmon shumë nga ana financiare, pasi konsiston në ndihmë financiare, siç e ritheksuam edhe pak më sipër, nga ana e Bashkisë Elbasan. Çka do thotë se Bashkia Elbasan për ato familje të cilat jetojnë me qira në qytetin e Elbasanit i subvencionon me një ndihmë ekonomike duke ju shlyer një pjesë të detyrimit që ata kanë ndaj qiradhënësit. Pra është një formë shumë e mirë ekonomike për t'i ndihmuar.